siç e kanë mësuar shqiptarët, procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është plagos rënd. Si mund ta quajmë, është plagos rënd nga vjedhjet e Edi Ramës, Lubi Ballukut, lindat e Akshit dhe akte të tjera. Ka ndodhur ajo që nuk është pa ndonjëherë, është ndruar raporti 2 herë, është pasuruar raporti dhe janë shtuar kërkesa thelbësore nga një seri vendesh anëtare të Bashkimit Evropian. Është bërë shumë e qartë se Edi Rama dhe Lubi Balluku janë një, dhe ose votohet përfundimisht për të kaluar në Këshillin e Ambasadorëve, organ politik ky, vendimi i Koelas, ose janë një 2 vende që kanë rezerva dhe që pritet që dhe ato të shtojnë në raport rezervat e tyre në mënyrë që ky raport i plagosur, ky raport për Shqipërinë i plotësuar dhe i transformuar plotësisht në përputhje me situatën në vend, të votohet në Këshillin e Ambasadorëve Koreper dhe më vonë thirret në sipas procedurës, thirret konferenca ndërqeveritare e cila duhet të ishte mbajtur që në mars, më vonë në prill, por nuk u mbajt, me radhë. Sidoqoftë, dy gjëra janë. Duhet të ketë të qartë çdo shqiptar. Së pari, Partia Demokratike në mënyrë të vazhdueshme ka mbrojtur të vërtetat e realitetit shqiptar dhe i ka paraqitur ato para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar. Dhe kjo parti do ta bëjë këtë me çdo çmim, me çdo kusht dhe s'do hesht kurrë nga kjo. Së dyti, Partia Demokratike mbështet plotësisht procesin e integrimit, qoftë vetëm për shkak të kriterit gjeopolitik. Kriteri gjeopolitik është një kriter natyror, i cili ka të bëjë me përcaktimin e përkatësisë së Shqipërisë dhe shqiptarëve në sferat e influencës. Dhe ne nuk mundet kur mos mbështesim, ne mbështesim fuqimisht vendosin e Shqipërisë aty ku e ka vendin në familjen europiane. Duke thënë këtë, deklarojmë se Shqipëria në mënyrë absolute nuk plotëson regjimi Edi Ramës, nuk plotëson asnjë kriter tjetër përveç atij gjeopolitik. Duke thënë këtë, zotohemi se do bëjmë gjithë çka kemi në dorë, do luftojmë me të gjitha mjetet që mundemi, që kriteret të arrihen ose të punohet për kritere. Aq sa ka një opozit në dorë. Pra, ky është qëndrimi i
Partisë Demokratike, por ja u them këtu që procesi është i plagosur. Nga Lubi Balluku, Edi Rama, nga Ergysa, jo, lindat janë rapa, Ergysit janë lindat, pastaj vjen Ergysi. Se dy lindat janë absolutisht ndër eksponentet më kryesor të mafjes së Akshit në Shqipëri dhe në Europë. Ju e shifni, ai ka humbur, është i damkosur, e pyeste gazetari së fundin një intervist në Estoni, pasi arreston të gjitha akuzat për korupcion, përgjigje e tij ishte, ja sepse Komisioni Europian dhe institucionet tjera na vlerësojnë ne për shkak të këtyre budallëqeve që thuhen kundra nesh. Kjo ishte përgjigja e tij, njëri që ka humbur mendjen dhe tani si një aset i regjistruar apo influent rus ka filluar të jap këshilla Europës për Rusinë dhe ju thot që Vladimir Vladimirovici i drejtohet Putinit sikur të ishte nën punë si administratës ruse, se në administratën ruse për afrim nuk i thonë presidenti Putin, po Vladimir Vladimirovic. Edhe ky tani e ka marrë sepse nga e mori, aja tha Vučić, se kur që ja tha, po këte u thoshte atje. Megjithatë, ta lëm atë në vazhdojmë betejën tonë të vendosur në këtë përpjekje ku kemi me vete qytetarët, mediat ndërkombëtare, të cilat mbështesin fuqishëm qëndrimet tona dhe natyrisht kemi një problem madhor me mafjen e fjalës lirë të kontrolluar nga Edi Rama, ndaj dhe kemi drejt që merrin me Edi Ramën, sepse ai është mater matrix i të këqijave të këtij vendi. Faleminderit shumë. Faleminderit mediave. Vazhdojmë mbledhjen me dyrën mbyllura.